Në Shqipëri, studiues dhe veprimtarë të shoqërisë civile pojnë se statusi grave në shoqëri është përkeqësuar vitin e fundit. Ajo ka pranim minimale në institucionet vendimarrëse, merr paga dhe pensione minimale dhe mbetet e diskriminuar në çdo fushë të jetës. Gruaja shqiptare, pohojnë studiuesit, është e dhunuar dhe diskriminuar edhe në familje, edhe në shoqëri. Madje për to dhe statistikat janë të mangëta në çdo fushë. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Sipas studiosëve të shoqërisë, gjendja e gruas shqiptare në arkun e një viti është përkeqësuar në nivelin e vendimarrjes, të ekonomisë dhe të mbrojtjes sociale. Në parlament ka aktualisht vetëm 18% gra, një nivel shumë i ulët si fillimi i tranzicionit dhe shumë më poshtë se gjithë vendet e rajonit. Gratë sipërmarrëse drejtojnë vetëm 25% të bizneseve në shkallë kombëtare, ato përfitojnë 20% më pak në pensione, sigurime shoqërore dhe përkraje sociale. Megjithatë, ekspertët pohojnë se gjithë të dhënat janë të pjetshme dhe ka një mungesë të madhe informacioni për çështjet e grave. Mesazhi im kryesor do të ishte në radhë të parë të kemi të dhëna të detajuara në mënyrë që të drejtojmë punën në lidhje me gratë dhe vajzat, fuqizimin e tyre aty ku duhet. Pra duhet të bëjmë një farë studimi dhe të dhëna të tilla, të cilat fillojnë të përputhen me njëra tjetrën dhe të detajohen në një format që të sjellin projekte konkrete për zhvillimin dhe për fuqizimin e njerëzve. Mungesa e studimeve zyrtare i ka shtyrë shoqatat dhe rrjetet e shoqërisë civile që të bëjnë vetë sondazhe për të ndriçuar realitetin e dhunshëm ndaj grave. Nga këto sondazhe doli se 30% e grave dhunohen në familje, por ende nuk dihet se sa gra janë pa punë apo të divorcuara, sa janë të pambrojtura, çfarë aftësish, pa aftësish dhe shkollimesh ato kanë. Mbi 60% janë burrat ata që përfitojnë edhe nga skema e mbrojtjes sociale. Pra, në këtë kontekst flasim për një grua e cila në rritje jo në vite, po ndër dekada vjen dhe reagon jashtëzakonisht pak në përfaqësim apo në fuqizim ekonomik dhe shohim që problemet ekonomike të gruas shqiptare janë ato të cilat më pas gjenerojnë edhe probleme të tjera që kanë të bëjnë edhe me cilësinë e jetës së saj, edhe me cilësinë e pjesëmarrjes së saj, e pse jo edhe me problematika që kanë të bëjnë me dhunën në familje. Përveç dhunës në familje, gratë shqiptare dhunohen edhe në punë, ku marrin paga dhe mbrojtje minimale. Sondazhet tregojnë se pabarazia gjinore në punë dhe në paga është rreth 17%. Po ashtu 30% e grave punojnë pa sigurime shoqërore dhe shëndetësore, 20% e tyre punojnë në kushte shumë të vështira pune me kimikate dhe rreziqe. Studiosë dhe veprimtarë të shoqërisë civile mendojnë gjithashtu se në vitin e fundit janë thelluar mendësitë e vjetra kundër grave dhe ndasitë gjinore. Diskriminimi i gruas është përkeqësuar në Shqipëri si në familjen e vet edhe në familjen e burrit edhe në shoqëri. Për sa i përket dhunës në familje, unë do të thoya që ende nuk kemi askund. Për sa i përket luftës ndaj kësaj dhune, e cila shkatron jo vetëm gruan, por shkatron familjen, shkatron edhe shoqërinë shqiptare. Jemi ende shumë mbrapa për sa i përket hapave që duhet të ndërmarrim, sepse jo vetëm shoqëria civile duhet të ndërmarrë hapa në këtë sens. Shoqëria civile mund të bëjë ndërgjegjësimin që është i nevojshëm deri në një farë pike. Janë institucionet publike, institucionet qeveritare, vendore dhe sidomos institucionet e drejtësisë, të cilat duhet marrin hapa konkret për ta luftuar këtë fenomen. Studiosi pohojnë se gruaja shqiptare është më shumë e shkolluar se burrat dhe më pak e punësuar se ata. Ajo është diskriminuar në arsim dhe shëndetësi, pikërisht në fushat ku është edhe numerikisht mbizotruese. Kjo ndodh sepse politikat sociale dhe vendimarrjen e kontrollojnë burrat pothuajse plotësisht. Për Zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë.